Zotit, paqja dhe mëshira e Tij qofshin mbi profetin ton Muhammedin a.s. familjen dhe shokët e tij, që dhe mbi gjithë ata të cilët ndjekin rrugën e tij deri ditën e gjykimit. Ja Rabbi, o Zoti i mëdhenshëm, Ti që në dorën tënde e në shpirtat e tonë, dini jonë, imani jonë, ja Rabbi, thabbit aqdamana fil Islam, na i forco këmbët e tonë në Islam, ja Rabbel Alamin, o zejjin qulubana bil iman, dhe na i zbukuron zemrat e tona me iman këtë gjumaj. Amin, ja Rabbel Alamin. Gjëmat të ndëruar, vëllezër të ndëruar, motra të ndëruara, hadithet dhe ajetet e shpresës në të cilat Allahu subhanahu wa taala i jep shpresë robërve të tij, i jep shpresë krijesave të tija, qofshin ato edhe ndërgjyna qartë më të mëdhej të kësaj dinjoje, janë të shumta. Madje la yakhfa aleikum, ndoshta në memori të juaja, sillet në memori të juaja hadithi që e kemi përmendur shumë herët më përpara, hadithi 99 librave, ku në të ndodhet një fjalë që ka thënë njeriu dhe i thot Allah subhanahu wa taala, ja abdi, o robi jem, a ke bërë gjallë për mu? I thot, ja robi, që kam bërë një shkreti? 99 libra ti i mbajt me lajke dhe t'ja pu para ti të mushura plot me mëkate. I thot, nuk majme, nuk di gjallë që kam bërë, hajren kat, kam bërë një punë të mirë në dynja. I thot Allah zogjën me lajkeve, hapjani librat robit tem dhe në të ndodhet bitaka shahadeti, la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, dhe i thot Allah, ja abdi, o robir, pas e boti për mu, urdhëron me lajket, ja vendosin fjallën la ilaha illallah, fi kifetin, o fi kife, dhe në anën tjetër të peshorës, ja vendosin 99 librat, peshon fjalla la ilaha illallah, më shumë se sa këta libra të mbushura me gjënaje, ma njo dhezër të ndërruar. Allah zogjër të në tajit kuranor, Bismillahirrahmanirrahim, kul ja ibadi alladhina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah. Thuaj Muhammed, thuaj krijesat e mia, të cilët e kanë humbur shpresën tek Allahu azza kur nuk humbet shpresa tek Zoti i Madhëshëm. Inna Allah yaghfiru dhunuba jamia, sa Allahu, vetëm Allahu është ai i cili fal të gjitha mëkatet, të gjitha gjunat, të gjitha kusuret e tona. Vetëm Allahu azza wa jalla është ai i cili na i fal me ato. O vëllezër të nderuar, madje për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kanë fi men kanë fi bani Israil. Në bani Israil ka qenë një njeri i cili e ka dhuru Allahun 84 vite, që vendi ku ishte fal, ku kishte rënë sejdë, ishte pa grop, për sejdë të shumta që kishte bërë ky njeri. A mundet të vëllezër kuri që të leshe vetëm nëse mbi ta ushtrohet një forcë madhe, edhe një mjet i cili e gdhen këtë gur, nuk mundet balli insanit sado që ti mundohesh. Ama ky njeri për sejdë të shumta, vendi ku kishte rënë sejdë e kishte pa grop. Kur vjen tek Allahu zotëjë, e pyet Allahu, me lajket e pyetën i robin tëm, a do të me hyjë në xhenet me punët e tia? A do të me hyjë në xhenet me rahmetin tëm? Thot ky njeri, duke menduar që 84 vite i batet janë shumë për te, duke menduar që ja zbukuron shejtani dhe ja vjen atë burin që ishte vogël, i thot nëse nuk hyjë në xhenet, kush ka me hyjë? Mos feje me punët e tia. Dhe i thot Allahu azza wa jalla, ja Rabbi, duke hyjë në xhenet me punët e mia. Thot Allahu me lajkeve, ja Allah, o vëllezër, sa i drejtë është ai. O vëllezër, sa i drejtë është ai. Thot i dietar, elhamdulillah, elhamdulillah. Falënderimi i takon Zotit, i cili neve nuk na gjykon dhe nuk na mën llogarin punën tona, por na gjykon me rahmetin e tij, se ne qenë për punët e tona. Wallahi falimentojmë kur të dalim para atij. Dhe ky njeri mendon kështu, thot do me hyjë në xhenet me punët e mia. Dhe vëllezër të nderuar, i thot Allahu me lajkeve, mësini vetëm një mirësi që ja ka dhënë këtij robi, me 84 vite ka pa, 84 vite, asnjëherë nuk ja ka mësuar shikimin e tij. Dhe vëllezër të nderuar, si në shikimin vendoset në një anë të peshores,
dhe 84 vite punë, anën kjo mirësie Allahut Azza wa Jall dhe thot Allah me lajkeve, merrni robin tëm dhe çoni në xhenem, se i bani pa drejt vetes tij dhe duke zvarritur për në xhenem, kthen kokën dhe thot e kthen kokën, thot Allahu Azza wa Jall, o robi jam ç'është ajo që ty po të bën me këtë kokën, i thot Allahut ja Rabbi, a bën me mështim xhenet me rahmetin tënd, dhe Allah urdhëron me lajke thot ktheni robin tëm për në xhenet, sepse unë pendua, o vëllezër të nderuar, shembujt të tillë janë të mbushur plot në Kur'an dhe shembujt të tillë janë të mbushur plot në historinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe në hadithet e tij. Ama si në hadith, kur veshët e juaj nuk kanë dëgjuar pasha Allahut Azza wa Jall. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith të tij madhështor, thot Allahu Azza wa Jall, Allahu ana inda husni dhanni abdi bi. Unë jam tek mendimet e mira që robi ka për mua. Thot Allahu, unë jam tek mendimet e mira që robi ka për mua. Nëse mendon mirë ka mi dalë, inshallah. Dhe për këtë arsye vëllezër të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në një thënie të tjetër profetike, në një hadith profetik, la yamutu ahadukum La yamutu ahadukum, mos vdes asnjëri prej jush, illa waqad ahsana dhanna bi rabbih, vetëm se ka dënim mirë për Allahun, duke vdekur dhe duke menduar mirë për Allahun Azza wa Jall. Dhe vëllezër të nderuar, thot Allahu në këtë hadith kutsi që transmeton pejgamberi sallallahu alaihi wasallam min rabbihi, prej Zotit të tij, ana inda husni dhanni abdi bi, unë jam kur mendon mirë robi jam për mua, aty jam. O vëllezër të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, yuta yawm al-qiyamah bi rajulin, do të vinë ditën e gjykimit me një burr i cili do të shpërblehet me xhenem. Dhe ju urdhëron Allahu me lajket e tij që ta dërgojnë në fund të xhenemit. La ilaha illallah. I urdhëron Allahu me lajket e tij që ta qenë në fund të xhenemit. Dhe duke quar në xhenem, o vëllezër, ky njeri kthen kokën mbrapsht. Dhe i thot Allahu Azza wa Jall, ja abdi, o robi jam, madha iltafat, çfarë të bëni ty që të kesh kokën mbrapa? I thot Allahu Azza wa Jall, ja Rabbi, ma kana dhannu bi fi dunya hakadha. Allah. O Zotë e ime, thot, kur kam qenë në dynja, nuk kam mendu kështu për ty. Subhanallah. Ja Allah, kur kam qenë në dynja, nuk kam mendu kështu për ty. I thot Allahu, e cili ka qenë mendimi jotë për mua në dynja? I thot, kur kam qenë në dynja, o Allah, kam shpresuar se sa do me gjëna më arë të këmëndja jote, ti do të mi falsh më të gjëna. Dhe thot Allahu me lajkeve, kthejmë robin tëm. I thot Allahu me lajkeve, kthejmë robin tëm, sepse unë jam tek mendimi i mirë i robit tëm për mua. Dhe e shpërblen me xhenet. O vëllezër të nderuar, në të vërtet në jetën e tonë të kësaj dynjaje, harrojmë mbas hallëve të punëve dhe mbas problemeve tona. Me të vërtet jemi të dhënë në jetën e kësaj dynjaje, në ato të cilat janë zinët e hayatit dunya, bukuria e kësaj jete. Ama mos harroni se njeriu e ka bukurinë e ahiretit tek mendimi i mirë që ka ai për Allahun Azza wa Jall. I thot Allahu, ja abdi irji', o robi jam kthehu, sepse do të ngjesh mu ashtu sikur se ke vënë në dynja. Rahmetin do të amash. Mëshirues do të ngjesh në ahiret. Dhe e kthen Allahu me mëshirën e tij dhe rahmetin e tij këtë krijesë dhe e bën prej banorëve të xhenetit. Andaj o vëllezër të nderuar, asnjëherë robi në këtë dynja
nuk duhet të harroj mendimin e tij të mirë për Allahun Azza wa Jall. Me mendu mirë që Allah është mëshirues, me mendu mirë që Allah është furnizues, me mendu mirë që Allah është mbikëqyrës, me mendu mirë që Allah është meter, me mendu mirë që Allah është sa do t'i ngushtohet dynjaja, Allah të t'ja hape i deri inshallah. Me mendu mirë se sa do ju ka ngushtu shpirti, Allah të t'ja lezojë kësaj krijese, inshallah shpirtit e kësaj krijese një ditë. Me mendu mirë që kur të dalin në ahiret para Allahut Azza wa Jall, Allahu do ta falë. Me mendu mirë që kur të dalin para pejgamberit alayhis salam, do të dalin inshallah me salamet në faqe të bardhë para tij. Me mendu mirë që kur të ecin jurtë siratit, do të kalojnë matur inshallah me lejen e Allahut Azza wa Jall. Me mendu mirë që mbasi të kalojë urën e siratit, do ta presë Resulullah sallallahu alaihi wasallam me duar hapur dhe pikë sunetit të tij. Me mendua mirë që kur dalesh në mahsher, Zoti do ta lejojë vështirësinë e të qëndruarit në këtë tokë të vështirë. E me mendu mirë për Allahun Azza wa Jall. O vëllezër të nderuar, nga jeta jonë edhe deri ku t'ja japim Allahut Azza wa Jall dhe t'ja dorëzojmë amanetin shpirtin Allahut subhanahu wa ta'ala. Zot na përpërtim në amin e Rabbil Alamin. أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم.